ÇKN ka qenë i dyti në rundin e parë dhe ka dalë e ka përmbys rezultatin e Xhafergashit të lidhjes demokratike. Pra 44 me 46 më 12 tetor, 51 me 48 në rundin e dytë. Të gjitha komunat e tjera, personi kandidati që ka dalë i pari në rundin e parë edhe ka shkuar në balotazh, rezultatin e ka pasur të njëjtë edhe në rundin e dytë. Pra veç Obiliqi përbën përjashtim në këtë rast, ka përmbysje të rezultatit nga thaçi i lëvizjes vetëvendosje. Të tjerat pak a shumë e kanë rujt këtë renditje, Kelmendi. Po ajo çka ja vlen komentohet tash është nëse ka pas komuna ku përballja politike, përplasja gara zgjedhore ka qenë më me rëndësi. Gjitha komunat e kanë nivelin e buxhetit, e kanë përbërjen e popullsisë, çdo qytetar është i rëndësishëm, po sa i përket politik bërjes, ku ka pas fokus më të madh. E thatë prezencën e qeverisë në Mitrovic, garë po ashtu shumë e rëndësishme ka qenë kryeqyteti, edhe dy komuna tjera ku ka lëvizje biznesore të mëdha, Peja dhe Feriza i Tazëm. Qysh e pat rezultatin ose suksesin e partive në këto qendra që kanë nivel të ndikimit edhe në zgjedhjet qendrore pastaj? Po, në fakt mendoj se secila parti ka analizat e veta, sondazhet e veta që i bën të brendshme, dhe pak a shumë secila mendoj që e ka ditë mundësinë ose potencialin e vet. Tazëm lëvizja vetëvendosje ka ditë dhe nuk është që ka investuar aq shumë Tazëm në Pej, as në Gjakov shumë, do më thonë ka qenë sepse e ka ditë që atje nuk fiton, ose në Skënderaj, pra ka qenë e fokusuar aty ku ka qenë gara pak ma e fort. Dhe kryesisht në kryeqytet, do më thonë në Prishtinë, dhe pse dorën zemër, këtu nuk mendoj që ka bo maksimumin lëvizja vetëvendosjes. Pra, vetëvendosje thonë që ka pas fokus në Prishtinë? Jo, ka pas fokusin në Prishtinë, po kryesisht Mitrovic. Prishtinë dhe Mitrovic ka qenë fokusin në në Mitrovic dhe në Prishtinë, sepse kryesisht ka qenë Mitrovic, i ka qenë fitore morale. Dhe arriti fitoren tek njëra. Pra, arriti... Ku ka qenë fokusi i LDK-s? I LDK-s besoj Prishtinën, për faktin sepse është fituse morale me Prishtinën, do me thonë sepse i ka humbur dy qytete për rreth, e ka humbur po Dujevën pa balotazh, dhe këtu do me thënë i ka ngelur, si thosh, në këtë pjesë i ka ngelur vetëm kryeqyteti. Pavarësisht është shumë i rëndësishëm sepse ka një numër shumë të madh votash, do thot e ka dëmtu në thelb humbja, e ka humb pa balotazh po Dujevën dhe i ka humb edhe Fushë Kosovën edhe Obiliqi, dhe është humbje serioze. Nuk besoj që ka pas shumë fokus sepse në gjitha sondazhet që i kanë ata të brendshme, sigurisht edhe pak a shumë edhe ne kemi ditë se Peja nuk paraqet ndonjë problem. Ajo që ka qenë pak enigmatike ka qenë Dragashi, po edhe ka qenë qytet ose qytet pa ndonjë ndikim të madh, dhe ka pas një koalicion që është e vërteta, unë nuk kam ditë se kush do të mund të fitonte atje. Ajo që duhet nxjerrë në përgjigje është investimi politik i partive. Më shumë që të fitonin. A ka rezultuar me sukses investimi politik? Kudo që kanë çu kontingjentin e energjisë edhe të antarësisë për të ndihmuar kandidatëve caktuar, kanë rezultuar me sukses. Pa dilemë që po, secila. Pra, vetëvendosja ku ka investu edhe ka shkëlqyer. Jam falë, të lutem, në Prizren e kje kondërta. Po s'është si ka investu shumë, sepse o ditë fitusi, ka qenë një diskreponcë e madhe. Jam falë, prëf. Mes tota i dati. Po në rundën e parë nuk ka qenë. Falë, prëf. Unë po flas për balotazh. A ke pyetja veç për balotazh apo përgjithësi? Edhe në rundën e parë, po edhe në balotazh, sidomos. Këtë drejt, do më thënë qoftë se analizojmë, pjesën e parë ka fokus të ndryshej nga fokusi me balotazh. Unë po analizoj balotazh, sepse do më thënë, hera e parë, do më thënë, nuk o ditë aq saktë, pavarësisht sondazheve. Hera e dytë